shumë e fort kjo, shkel. Bravo e! Jo, priti herë. Elc mbi mua shkel, edhe pse një fjalë së del, ti kalon mbi trupin tim, se çfarë kam unë, që të adhuroj kaq shumë, ndoshta jam ndonjë majmun. Tarara, tararararara. Fillimin e ka shumë të bukur. Tisha, da la 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 të vështirë. Bukur e kanë këngët tot Armendi me Aidon. Ti nuk më meriton. Ajo është legjendare Ti pëse? nuk më meriton. Është edhe i këngë Someas, ty në më merit pa. Se japin këto asnjëherë, vdes për atë. Tin tan 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 tan. E datë formidable, formidable. Ty e formidable. Stromeas është edhe kjo? Ha? Estromeas. Po. Je suis formidable, ty e formidable. Sa të bukura që i ka. Na japin vetëm 2 këngë i soj. Më mirë japin këngët që pëlqen dhe masa. I pëlqen masa dhe ato. Po si s'më kujtohet kjo ty në me merit pas, sa e bukur që është. Po sa këngë të bukura ka kjo botë, moza t'i jepen të gjitha. Priti herë. Pronta valis. E ty... Ti merë valizën thotë e shkon ke mamaja. Sepse ti mendojnë që së meriton asnjë, ty në me merit pa. Po prap fillon historia thot nga fillimi, me një person tjetër e njëjta histori. Edhe ati i thua ty në më merit pa. Ty s'më meriton. Ty në më merit pa. Shi, ma kapi jaka dhe atë. E, atë erdhën mo? Futbollistat bashkë, thot, gjithë e kapën. Nuk ka ngel gjo për mu fare. As para dite, as mas dite, as mes dite. Shef liri me syze, tonë të kokën, hajde. Si ke ka randis, ndorë të burrave ke ngel, po ta marim burrin burrat. Ke shkel mbi ma gjithë zezë. Shiko, luftova me gjithë gratë, mos me ma marë, ma morën burrat. Pu, qa që ka këtu. Hajde, thot, se jemi futbollistat bashkë, thot. Të raft pika. Po qa ngeli për nere, po të rinë gjithë futbollistat bashkë, po s'ke turme. Ke bo dhe dron me mu. Ska, është kotë, përpiqu. Gjdoj gjë mund t'a gjesh me pare. Babe non jo, unë shtoj dhe Eros. Bab non dhe Eros nuk gje me pare. O, zoti madh. Gjithsesi, kam i koleg me emrin Eros, po e përshëndes, sa i më dha lejen me nejt këtu. Ramacotin ke koleg. Jo, e kam Eros e ka emri vërtet, edhe më dha leje me nejt këtu. Eros, faleminderit shumë se u kënaqa, mo. Leje që pyt, me pash. Gjithë tu ja vu emrin Kalamuj dhe Eros, ani prej teje. Po t'ja ven mi, pëse mos ja ven, Eros. Edhe çuni vllai tim Eros e ka emri. Jeton në Amerikë. është Amerikan. I vogël është i shkreti, po. Eros e ka emri. Piti Lali, sa gjanë e ka. Oh. Kjo është droni i lirit. I droni madh, helikopter.
Po, këntaj mora. Kërsi s'kan kafanozat. Një letër aty. Letër. Ha? Atëherë. Është dhe data, është dhe emri, është dhe vjeç. Pa. Se si ka vend banimi, se si ka. Shumë mirë. Imuniteti i dobët është si një kështjell me porta dhe luftëtar të lodhur. Edhe ti njësoj e ke? Jo. A, se ke njësoj. Unë kam detoksi si një dritë që zgjon lumenjtë e brendshëm. Wow. Kurse kjo që ka si puna horoskopi, dëgjoj. Si të kara horoskopi për sot? Horoskopi merja. Horoskopi merja. Imuniteti i dobët, thot, është si një kështjell me porta dhe luftëtar të lodhur. Një ushtri, po e pati shkrujt merja këtë, më vraft merja mu. Një ushtri që ka humbur fuqinë mbrojtëse. Fuqinë mbrojtëse dhe çdo virus ose bakter hyn lehtë si shiu përmes një çatije të qarë. Okej. Energjia shuhet shpejt. Plagët shërohen nga dalë. Mëngjeseve ka humbur freskia e dikush. Në fakt s'po më shërohet kjo plaga këtu, kjo kallo. Është e vërtet, Merja, është e vërtet. Dhe ndërsa që lizat mbrojtëse lëvizin si ushtar pa gjumë, organizmi harxhon energji të mbajë ekuilibrin. Lexoj shpesh, jam kurioze të lexoj time. Po. Trupi ndjen lodhje. Lëkura ka humbur shkëlqimin. Është bërë si ato gjethet e pemës së mbuluar nga pluhuri. Wow. E papame. Trupi bëhet sikur ka harruar ritmin e tij të gjallërisë. I duket sikur po i vjen fundi. A, seriozisht e ke apo po e shton këtë? Po jo, është shkruar, ja. Ha, okay. Sikur po i vjen fundi. Mirë, ta bëj një kafe ndërkohë? Ha. Ha, të dëgjoj. Por jo. Thot, por jo. Do kafe ti? Do kafe? Jo. Okej. Por jo. Natyra me alkiminë e saj na ndihmon. Natyra. Okej. Atëherë, këto që kam futur këtu brenda, Qa janë? janë qumësh blete, Sa mirë. 5 mg. 5 mg për kilogram pesh. Hajde, do të peshohemi. Po peshore na ka sjell? Jo, po paka shumë ti e di. Po. Po? Për kilogram pesh. Esëll, 20 minuta para ushqimit. Shumë mirë. Okej. Çaj i përzier imunomer. Imunomer. I pas kam vënë emrin mer. Imunomer. 2 deri në 3 gota në ditë. Çaj. Po. Çaj i përzier imunomer. 2 deri në 3 gota në ditë, mjalt shumë lulesh. Është jam bolaj. Po. Pra, çaj i përzier me mjalt shumë lulesh. Propolis blete me rigon. Kur është kjo? Kur e 3 ke? herë në ditë. Okej. Nga 10 pika mbas ushqimit, pas ushqimit. Vaj i farës së zezë. 1-2 lugë çaj në ditë para ushqimit. Çaj echinacea. Çaj echinacea. 1 gotë në ditë. Të na bëke tru çaj po. Dhe ngel kemi në banjë. Veçantia, thot, ecja në natyrë, pra lopata. Jo, edhe voleybolli. Edhe volleyball. Vrapi dhe larja me ujë të ftohtë. Po. Çajrat të mbëlsohen sipas dëshirës me mjalt dhe mund të konsumohen të ftohtë ose të ngrohtë. Produkte unike inovative, 100% natyrale të prodhuar me krenari në Shqipëri. Numri telefonit, info kjo Po lere qola. tash ta lexojmë këtë time. Na ndiqni në Yllimeria dhe bëni subscribe Yllimeria, farmaci specialist i bimbe
medicinale. Atëherë, prit. Detoksi si një dritë që zgjon lumenjtë e brendshëm të trupit dhe mendjes, të pastroj brigjet ku janë mbledhur mbetjet e kohës. Trupi, ky tempull i Mbetjet e kohës. Sa shumë mbetje pas kanë thënë? Unë, po, ja do i pastroj. Pastroj. Trupi, ky tempull i mençur, punon pa pushim si një alkimist i fshet duke kthyer helmet e padukshme në pluhur e tym që era e jetës t'i largoj tutje. Mëlçia, mbretëresha e palodhur, një furrar që djeg mbetjet e kohëve moderne, largon tymin e stresit, gjurmët e barnave, metalet e rënda që rëndojnë mbi qeliza si zinxhir të ftohtë hekuri. Ajo i shkrin këto si dielli që shkrin akullin. Unë jam diellit. Okej, ujë mjalt, një gotë me ujë të vakët në mëngjes, esëll me një lugë çaji mjalt. Okej. Domethënë do pi ujë të vakët, Po pra me të pak vakët. mjalt. Okej. Çaj bimor, detox, 2-3 gota në ditë. Kush është çaji bimor? Detox? Mbarove? Jo, domethënë kaq kisha. Mirë. Kjo me ushtrit edhe me Çaj kështjellat. bimor, po ja një sekondë. Kush është çaj? Kjo është ekinaci. Pure Nature, çaj radiqe, çaj hitret. Okej. E kam. Ky është çaj bimori për zjer imun. Çaj radiqe, çaj bimor detox. Çaj bimor Ky tjetri detox. është mjalt, Pure Nature, jo. shumë lulesh. Mile Fiori është ky, që mu më pëlqen shumë. Po spirulina mua më bën të ha shumë. Jo, pas kam këtej prap. Po ja, pas kam thënë 2 herë. Veshka si punëtore të palodhura bëjnë që prej tyre të rrjedh si 2 burime mali që lajnë gjakun dhe ja japin përsëri trupit. Okej, është edhe i fjalë tjetër që s'po e ashu. E kështu çdo pikë bëhet lehtë largimi për helmin që i përkasin në trupit. Po si ti ruan të bën. Esëll konsumojmë 200 ml ujë dhe gjysmë limoni. Po, Po jam dhe në stomaku mua. Nëse unë ju kam thënë atyre që mund të dorë me një është. Ja ta mbaroj këtë mjaltin kështu që të ngrihet kështjella e gjitha. Po jam mos e shush.